Po, në fakt ne kemi bo një marrëveshje, jemi tash si ndërmarrje që kemi fillu punën, në momentin që ka ndalë një pjesë e vogël e mjeteve të cilat qytetarët kanë pagu në komunë, jenë barë tek ne, dhe puna e parë që kemi bo ka qenë pagesa ndaj naftës dhe me këtë rast na u ka mundësu edhe me dalë në operim. Ne jemi kthy në operim që nga parmbram, nga dita e djeshme jemi me kapacitetet plota, jemi të kry shërbimin, normalisht ka punë shumë për shkak se ka zona shumëta në qytet që nuk është kry shërbimin ndoshta edhe për ma shumë se një muj, kështu që besoj edhe presim nga qytetarët me pas një mirë kuptim deri në fazën deri sa të kthejmë në pikën zero. Jemi të punu shumë, kemi ba dhe ekipe shtesë edhe po besoj që shumë shpejt kemi me arrit me kthy në normalitet. Nuk kemi stabilizu ende, sepse ne për pjesën e madhe të pagesave të përshërbimit që kemi kry janar-maj, jemi tash edhe në fazën finale, po besoj në fillim mujit tashun, në 5 ditë ose 6 ditë e para të korrikit, me arrit edhe marrëveshjen në gjykatë përmes procedurës ndërmjetësimit, edhe kjo na i mundson mas nej me marrë pjesën e atyre shpenzimeve të cilat i kemi kriju, edhe me qenë dukshëm stabil. Normalisht, tash është edhe në anën tjetër edhe qytetarët duhet të na përgjigjen pozitivisht pagesa, për shkak se është e pamundur me kry shërbim pa i pranu dhe pagesat. Tani mo nuk ka dilem, çështja e pagesave se ku do të bëhen pagesat e faturës, vendimi suprem se ka përcaktu dhe vetë komuna ka bo thirrje që tani tutje pagesat të bëhen në ndërmarrjen pastrimi, edhe ne kemi lutje për qytetarët na përgjigjen pozitivisht në pagesa, sepse në pagesat në kohë na mundsojnë me qenë çdo herë në shërbim, po mbi gjitha na mundsojnë edhe me përmirësu çdo herë shërbimin. Andaj ne i kemi konsideruar vazhdimsi qytetarë si krahun më të fortë që kemi në punën tonë, normalisht edhe përveç kësaj me qenë bashkërisht në një ambient më të pastërt edhe mbi gjitha pagesat me qenë në kohë reale. Në fakt ne për periudhën janar-maj kemi pranu një bartje të mjeteve nga ana komunës, kanë qenë dikon 380.000 euro, ato dikon 384.000 euro, të cilat ne me njerë i kemi kry këto shpenzimet pa cilat ne s'kemi mujt me operu. Edhe tash e presim që nga 1 qershori deri me 30 qershor të bëhet përfundimisht mbyllja dhe prerja e pagesave që kanë mund qytetarët i bëjnë në komunë, dhe prapa ajo pjesë e mjeteve na ushton, sepse ne sot e kemi pas një takim zyrtar mes 2 ekipeve të përbashkëta, tonës dhe të komunës, ku do të bëhet prerja dhe nga një korrike tutje qytetarët mund të paguajnë, po edhe nga tani tutje ne veç që kemi bërë dhe ftesën publike bashkë me zyrtarët e komunës që pagesat të bëhen në pastrim. Ndërsa nëse ka qytetarë të cilët kanë bërë pagesa dhe në gjatë muajit qershor në komunë, të njëjtat do të barten prapë në buxhetin tonë dhe do t'i analizojmë listat e qytetarëve të cilët kanë pagu dhe normalisht do të zbritën nga borxhet që i kanë në kompani pastrimi për këtë periudhë dhe ju garantojmë dhe besoj që nuk do të ketë asnjë qytetar që do të dëmtohet, sepse do t'ju njihen pagesat, është normale, nuk mund të dëmtohen qytetarët për shkak të këtyne komplikimeve që kanë ndodhur dhe sigurisht neve do të na merr pak kohë, kërkojmë mirëkuptimin e tyre derisa t'i harmonizojmë listat e qytetarëve të cilët kanë pagu në komunë, t'i shlyjmë nga borxhet. Këto bëhet fjalë për periudhën janar 2025 e tutje deri tani. Kështu që pjesa e dytë thirrja ka qenë publike edhe e komunës edhe në konferencë, ku i është bërë thirrje qytetarëve të bëjnë pagesën në ndërmarrjen tonë, derisa borxhi apo vlera e papaguar për shërbimin të cilën ne kemi kry, vlera e madhe ka me u kry nga këto 2 ekipe që i kemi caktuar ne dhe komuna, kanë me u bë harmonizimet e pagesave që bën në komunë dhe tek ne, dhe të njëjta do të bashkohen dhe do të minusohen me vlerën totale të borxhit dhe pjesa e mbetur pastaj do të jetë pjesë e marrëveshjes ndërmjetësimit mes nesh dhe komunës dhe sigurisht presim që këtë ndodhë shumë shpejt në mënyrë që këtë na jep një siguri edhe një stabilitet më të mirë financiar edhe me na mundësu me e kry shërbimin pa një ndalesë të nevojshme që të janë situatat. Besoj që shpejt kemi
me arritë edhe këtë pjesë edhe mos me pas të lashe.